إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimet e kon Allahut azza wa jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmëve falje kërkojmë. Salavatet i dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, ende ne vazhdojmë të flasim për vlerën e dijes së dietarëve dhe hoxhallarëve të cilët e ndjekin rrugën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jalla në Kur'an thot: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى الصِّرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Allahu azza wa jalla në këtë vend në Kur'an thot: e shohin ata të cilëve i është dhënë dija. Allahu azza wa jalla thot Ibn al-Qayyim se Allahu azza wa jalla dëshmon me ato çfarë tregojnë njerëzit e dijes. Në këtë pikën më kryesore, ato që thirrësit vazhdimisht sillen rrethojnë me ju tregu njerëzve se ky Kur'an është i vërtetë. Muhamedi alayhi salatu wasallam është i vërtetë. Dhe ato që ka ardhur shpallje nga ana e Zotit. Dhe kjo është dini i kompletuar. Dhe që flasim për këtë, Allahu azza wa jalla i mori dëshminë atyre që i është dhënë dija. Atyre që i është dhënë dija për dietarëve i mori dëshminë dhe tha: e shohin ata që i është dhënë dija se kjo që të është zbritur ty është e vërtetë. Është e vërtetë dhe është nga Allahu azza wa jall dhe është një dritë që të udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e mirë, në ato që ka kërkuar Allahu azza wa jall. Apo e vrejni se sa e ngriti Allahu azza wa jall njerëzit e dijes, sa e ngriti, sa që edhe për me dëshmu për shpalljen e tij e mu dëshminë e dietarëve. Për me dëshmu për atë shpalljen për Kur'anin, për Muhammedin alayhi salatu wasalam, për dinin islam, i mori njerëzit e dijes, po këta janë ata që ta thojnë të vërtetën dhe të tregojnë se kjo çka të është zbritur ty o Muhammed është prej Allahut azza wa jall. Ndërsa Allahu vend tjetër në Kur'an thot: shahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allahu azza wa jalla këtë vend thot: Allahu dëshmon se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut azza wa jalla. Këto Allahu e dëshmon. Këtë që del prej gjuhës së njerëzve, këtë që ka dalë prej gjuhës pejgamberit alayhi salatu wasalam, këtë që na kanë përcjellur gjenerata deri tani, këto ka dëshmuar Allahu azza wa jall. Prandaj na i herë ku të flasmi veç për fjalën la ilaha illallah, kini me vrej se sa e çmuar është kjo fjalë tek Allah azza wa jall. Fjalë e cila peshon më shumë se qiejt dhe toka, duke e larguar Allahun azza wa jall këto, më shumë se këto toka dhe qiejt peshon fjala la ilaha illallah. Një fjalë më e mirë e për të dëshmi që i kërkoi ke pejgamberi sa mingjës vet, habre migja jam, thuaj la ilaha illallah. A e ka thonë me kuptim, haj thuj la ilaha illallah, ka me dëshmu për ty, do të bëhet sebeb që ti nashtë që me shpëtu dhe për zjarë në gjehnemit, unë ka me dëshmu për ty, veç të jo këtë fjallë. E Allahu azza wa jall këtë fjallë e dëshman, këtë ajeta Allahu dëshman, se nuk ka zë tjetër që meritan të adhurohet përveç Allahut azza wa jall. Vazhdan, po këto dëshmojnë edhe melekt, krijesat të cilat nuk i bojnë mëkat Allahut asnjëherë, e dëshmojnë edhe melekt, ata që i ka veçu Allahu azza wa jall. Këto të e dëshmojnë wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Këto e dëshmoj Allahu, këto e dëshmuan meleket, Allahu është dinin ajeta, po këtë e dëshmojnë edhe njerëzit e dijes, po këtë e dëshmojnë edhe dietarët. Çka tregon kjo? Kjo tregon për vlerën
e madhe të njerëzve të dijes, edhe hoxhallarëve që ndjekin rrugën e Allahut azza wa jall. Apo evrin bëni krahasim në njëjtin ajet, ku atu ku dëshmoi Allahu krijuesi i gjithësisë, ai që është i pa fillim dhe pa mbarim, ai që ekzistoi kur asgjë s'ekzistonte, Allahu azza wa jall shtini dëshminë e tij me dëshminë e njerëzve të dijes, ndërsa kur foli për më na tregu se dijen sa kanë fol gjithë këtu hutbe me tregu se çfarë vlerë ka dija, sa e çmuar është tek Allah azza wa jall, por Allahu azza wa jall por më na bën neve të irrituar, të urrëtur, të keqe, të shëmtuar, mos dijen, jo dijen, ignorancën, na përmendi Allahu azza wa jall në Kur'an. Atje kur runa Zot për ati vendi, atje kur përmendi Allahu xhehenamin, i përshkrujti Allahu azza wa jall njerëzit e xhehenamit dhe tha: "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi as-sa'ir." Ata njerëzit në xhehenam kur pyetën, po çka e mirë mër ju sjelli juve këtu? Po pse mër ju het në xhehenam? Ati si përgjigjen? Me paskon ata thujnë, në xhehenem lit atje në vendin më të shëmtuarin, më të rondin, më përvëluesin që ka kriju Allah azza wa jall, thojnë ata, po me paskon njerëz që mormi veshna, edhe që ndëgjojna, thot nuk i shmikona për këtuhit. I ka përmend dy kryesorët për të cilave vjen dia. Dia kryesorja është ta kesh mendjen tonë edhe veshin tanë se ka mundsi njëri me qenë i verbër, por edhe i verbër ai ka mundsi mu bon dietar, sikur që është në bazë një si shembull. Edhe pse ishte i verbër, por u bë dietar. E Allahu i përmend atyre që ata i përmenden kryesorët që i kanë pas në këtë dunjë. Po mendjen e kemi pas, thot ti shmikon njerëz me mend, edhe ti shmikon njerëz që ndëgjojnë çka duhet me ndëgju. Thot na si shmikon prej banorëve të zjarrit, vazhdon ajeti, fa atarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. E po atëherë Allahu tash po e pranojnë ata gabimin e tyre. Tash po e pranojnë edhe tash do ta shijojnë dënimin e tyre. Pe pranojnë për me vonesë. Sa njeriu në këtë dunjë i themi, o njeri, këta i rrugës e Zotit, besoj Allahun që shdojt, ndjek e rrugën e Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai thot, o hoq nuk po ta marr vesh ato çka ti po e thu, se merr vesh ndëgjimi i tij është, por kësi çka hizdojnë me marr vesh, edhe hizdojnë me shtinë trurin dhe mendjen dhe zemrën e tyre, për këta Allahu i përshkrujti se fjalët e tyre, ankesat e tyre dhe përgjigja e tyre në xhenem është jo, se s'dëshmin në dunjë me ndjek e tash në xhenem i përmend Allahu azza wa jall se me këto cilësi ata atribuohen. Pastaj tha Allahu azza wa jall: "Wa laqad dhara'na li jahannama katiran min al-jinni wal-insi." Allahu thot, për në xhenem janë të krijuar shumë njerëz. Janë shumë njerëz dhe shumë gjin. Janë të krijuar për xhenem. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ata kanë zemra, po sen s'marrin në vesh me ato zemrat e tyre. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ata kanë sytë e tyre, po nuk e shohin të vërtetën. Ata shohin me hece, me hangre, me por. Por të vërtetën të nuk e shohin me sytë e tyre. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ata kanë vesh. Për krejt këshijat e dunjos në fund botës me ndodh një e keqe, në veshin e ti shkën dhe e merr vesh dhe studion krejt. Por për Allahun dhe pejgamberin e tij nuk ka vesh ai njeri, thot Allahu për shumë ta, thot la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. E këta tipa të njerëzve, thot Allahu në xhenem, janë si kafshët. Por edhe më të humbur se kafshët krejt. Ata janë ngaflet, ata janë në humbje dhe në jo kujdesi. Këta njerëz po si i përshkrujti. Këto i përshkrujti Allahu azza wa jall më të humbur se kafshët. Dikon s'po i vi këta jetën. Dikon Allahu azza wa jall i përshkruan kësi njerëz të xhehenamit, i përshkruan si do njerëz që bartin diçka në shpinë, si gomari që bartin diçka në shpinë dhe s'di çka po bën. Dikon tjetër i përshkruan sikur kafshët. Dikon i përshkruan Allahun në Kur'an sikur krijesat më të këqijat. I përshkruan njerëzit ta, dikon tjetër i përshkruan sikur të vdekur edhe pse ata kanë jetë. Por ata janë si të vdekur, dikun tjetër thot, ata janë errësira, të shumta dhe në humbje në dalalet, dikun tjetër i përshkruan se kanë zemra, po kanë perde në mesin në zemrat e tyre dhe e vërtetë as ju shkon. Dikun tjetër i përshkruan Allahu se kanë sytë që nuk shohin, dikun tjetër i përshkruan që kanë vesh por nuk ndëgjojnë. Këto këtu përshkrime, a dikujt ja ka vënë Allahu subhanahu? Këto këtu përshkrime Allahu ja ka vënë njerëzve të paditur.
njerëzve ignorant, njerëzve gjahila, aty në banorëve të xhenemit. Njerëzve të banorëve të xhenemit me krejt këtu tipore, i përshkrujti Allah azza xhallahu nazet dhe shiton. Nëse një njeri e mendon edhe më smeka njeri, edhe më shpresu që s'ke me hinë zjarrin e xhenemit. Por mjafton veç kjo që Allahu po i përshkruan njerëz e vendit më të rëndit, më të keqit, që Zoti na ruaj prej tij, i përshkruajti me këto tipare, me të cilat njerëz të paditur. Aja vlen pastaj na ditë e natë më u mirë me dije, për me ardhi të qaja lavdata që ja boni ma herët Allahu azza wa jall. Prandaj të parët tunë ishin të kujdesshëm, se e dishin çfarë vlere ka dija, edhe sa e shëmtuar është ignoranca dhe judia. Prej tyne na tregon Ibn Abasi, na tregon në Adab al-Mufrad e ka sill Buhariu dhe Sheikh Albani ka thënë është i vërtet një hadith që thot, hadithi thot Ibn Abasi, thot se abwab an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil madafir ose bil adafir, thot dera pejgamberit, atë shumë e vlerësojshin pejgamberin shokët e tij, atë shumë e vlerësojshin se ai ishte Rasul, ai ishte i dërguar, edhe dija ishte prej tij krejt, dija e Zotit që vjen ishte përmes tij, dhe atë shumë e respektojshin, saqë kur shkojshin te dera e tij, nuk i msheshin derës, bam bam, kështu me tranu njërin babakia dhe flajt me kon, por i msheshin tha me moje të gishtrinjeve kështu. Kështu i msheshin derës, mos mja prish qefin njeriu të dijes, mos mja prish gjumin edhe matletin gjumë në kot në kajlulën që është, edhe matletin mos mja prish se është njeri i dijes. Nga që kjo bile e kanë marrë njerëz të dijes si edukat që dush me pasti, edhe me hoxhallarë dhe njerëzit e dijes. Prandaj rast tjetër ishte rasti Ibn Abbasit. Rasti Ibn Abbasit që e tregon ai vet. Kur ishte Ibn Abbasi, se kur vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e la pak të vogël, shpjegoj këtë historinë, e la pak të vogël. Shkoi pejgamberi sa ja nisi Ibn Abbasi edhe me shku tek njerëzit e dijes. Po as shumë i vlerësoi ke njerëzit e dijes. Ibn Abbasi se e di që Allah i ka vlerësu, pejgamberi ka vlerësu dhe ka ngrit, saqë kur shkoi ke te devijnike, një filan shok i pejgamberit po e thrikin një hadith. Do e kemi shkurtu zinxhirin me shkurtë gjë hadith, shkoi ke te dera, thot vet Ibn Abbasi, nuk ja presha gjumin njëri dijes, nuk i kërcesha nder bam me shku ma qelë derën, hajde ka zëmë këmniqin di hadith e ke thoti, ju, nuk as me moje të gishtrinjeve nuk ja presha gjumin, por risha thate dera, me gjelbijen tem, o gjelbabën time, ose me setrën time, e mbolejsha vetin, tha, unë vike dhe ploh një ftyrës, unë vike, e tha, kur del kaj për nëj punë vetën, e njëri di, sahabi i madh, kur del këtë, Ibn Abbasit, o djali migjes pejgamberit, çka e ka lyp këtu? Tha kumni që je ka thu një hadith pejgamberit e erdha me një edhe unë vet. Tha po mora Zotit më shiroj, tha po na për ty meriton se ti je djali migjes pejgamberit, na do të më ardhina të tjerë të dhojna. Ju tha, për njerëzit e dijes, tha, na kështu jemi të edukuar me usill me njerëzit e dijes. Apo e vreni se si e kanë njoftër dhe shokët e pejgamberit, si kanë vlerësuar njerëzit e dijes. Prandaj edhe njeriu më i rrezikshëm, njeriu më i padashuri, njeriu më shumë të që ja prish qefin, është njeriu i dijes që ja prish më shumë të qefin shejtanit, është njeriu i dijes. Mos mendoni që shejtanit fort ja prishin qefin e tyre ose qefin e shejtanëve ja prishin ignorantët. Ata që sillen rrugëve dhe ata që ignoranca atyre i kanë mbulu. Mos mendoni që ja prishin fort qefin atyre. Por atyre ja prishin qefin njerëzit e dijes. Atë shumë ja prishin qefin, sa që të regon Ibrahim ibn Adham, edhe Muhammed ibn Ajilani, për i dyve ka orë ke fjallë, që thë se, ma shejun e shëdu ale shejtani min alimin halim, thët mas shumëti, qka e mundan shejtanin, është njeriu i dijes, që ka dije dhe ka urtësi. Që ka dije dhe ka urtësi, thanë, i dhe të kelleme bi ilmin, kur a i flet njeriu i dijes, kur a i flet me djeni. E kur hesht me urtësi, e ka një urtësi pse po hesht dhe s'përgjigjet. Kur fletet me dije, e kur hesht me një urtësi, atër shejtani i të shuk vet. Ndhëru i lejhi, kështu në beqeta, po kjo dhe kur flet mu mba të lashe, po kjo mundon veç ka flet. Edhe valla, kem prunu djetarët, përej lafeve të djetarëve kur flasin, në mesin e tyre është dhikri. Kur e përmend se dietari zakonisht përmend dhikr, përmend Allahun, përmend pejgamberin, përmend një hadith, qëdën ta bjen një ajet, një zbërtim të një ajetit, dhikri i dietarëve, kanë thonë disa prej dietarëve që shejtanin atë shumë e mundan,
sa që i bjen alivanosit shejtani prej dhikrit të dietarit. Shejtani alivanosit, sikur që plot njerëz sot alivanosen prej prekjes së xhinit. Çashtu disa shejtan, disa e xhin alivanosen prej dhikrit të dietarit. Çka tregon kjo? Tregon për vlerën e njerëzve të dijes. Çka tregon kjo? Për të keqen, për të shëmtuarën që Allahu nuk e don, e ajo as pejgamberi alayhi salatu nuk e don, e ajo është jodia, mosdia, ignoranca. Ne alusmi Allahun azza wa jall që për njerëzve të dijes të na ban. Alusmi Allahun azza wa jall që atë dije që të na jep praktikuese sot na ban. Alusmi Allahun azza wa jall që në xhenet me pejgamberët, me njerëzit e dijes, atje të na bashkon. Alusmi Allahun azza wa jall që muslimanëve kudo në këtë tokë që janë, Allahu atyre të ndihmon. Në veçantë atyre në Gaza, Allahu të shliran për armikut e tyre, e armikun e tyre Allahu të shkatran, walhamdulillahi rabbil alamin.